Alpinizmi është një nga sportet më sfiduese, ku pasioni për natyren ndërthuret me guximin dhe disiplinën. Për disa, ai është më shumë se një sport, është mënyrë jetese. Prej më shumë se 30 vitesh, Agron Skonduli i ka qëndruar besnik alpinizmit, duke sfiduar majat dhe veten në çdo ngjitje. Pas viteve të shumta në terren, ai zgjodhi të ndajë eksperiencën e tij me të rinjt. 30 vite unë kam qenë aktiv, mbi të gjitha unë kam qenë në gjimnast një 10 vjetë, Asim Zeneli, dhe gjithë maturantët gjatë 10 vjetë kanë kaluar në Çajup në fushim dimëror, domethënë. Ati shkon dhe një repart zbulimi dhe vinin dhe çoja nxënësit këtu 2 ditë, 3 ditë. Me ski, me gua, bore, mësonin shumë gjëra. Dhe me bukura që sidomos vajzat, që në kushtet të vështira, kur zbritnin poshtë, thoshin nga kujtime më të mirat jetës sonë. Ma që kënaqësia më e madhe, sepse kur ndihen atë që bën, s'ka gjë më të mirë. Alpinizmi është një nga sportet më të bukura, por kërkon përgatitje dhe mbi të gjitha respekt për sigurinë, thekson Skonduli. Në qoftë se ka bazë materiale dhe ka interesim, bëhet. Bëhet se është një sport shumë i bukur. Ka vështirësitë e tij. Ka shumë vështirësi, po ka një anë teknike mjaft të mirë, që e siguron tjetrin. Pa sigurim nuk bëhet dot asnjë. Shkalla më e vështirë është që të vesh në paping cot, ku ka aku dhe borë, e të njëjtësh në maj. Kjo është vështirësia. Po ka mjete, vetë kuptohet që ka kthetra, ka kazmë alpine, ka shumë gjëra. E kupton, dhe sigurisht me mjete sigurimi. Unë dëshiroj që këta të jenë se dalin, po e dëshiroj, nuk kam sa mundësi kam do të ndihmoj. Edhe sot, pas dekada shpërvoj, pasioni për alpinizmin tek Agron Skonduli mbetet i pandryshuar, një dëshmi që dashuria për natyren dhe aventurën nuk njeh moshë.